Gratë duhen me marrë atë përparësi, nuk duhet gjithë me prit me adhon dikush, po duhet me marrë atë përparësi. Mas pari do më thonë baba më kam mbështet, edhe nana normal, do më thonë më kam mbështet, dhe më kanë thonë që vendin tonë duhesh vetë me e zonë. Do më thonë nuk kom shku te buri, po jam martu me burin, po jam martu. Atëherë unë e kom pas vendin tem edhe ai vendin e vet, kështu që secili do më thonë e kemi pas edhe ai ka përparësitë e veta, unë kam përparësitë e mia, kështu që ballin përpara hecni edhe vendin e keni që aty ku e meritoni, kështu që mos u ndalni. Cilit vend ju kem? E Prishtinës. E Prishtinës. A kanë sot gratë dhe më thënë përparësitë mjaftueshme? Po më varet tash për cilit aspekt të këqyr. Gratë duhen me marrë atë përparësi, nuk duhet gjithë me prit me adhon dikush, po duhet me marrë atë përparësi. Që kjo mendoj që mungon ende te shumica e grave, se presin dikush me adhon, ose si dhurat, ose do më thonë me atë dorzu, mirë po gratë kur e marrin vetë atë përparësi, mendoj që kanë. Ato që do më thonë kanë këtë fat vullneti dhe këtë motivim e kanë përparësinë. Se më thonë duhet me marrë këtë përparësi? Po duhet dhe me marrë, jo me prit dikush me të adhon përparësinë. Për që ato asi, po mendoj kështu që po. A kanë përparësi mjaftueshme pas teje? Përfaqësim apo përparësi? Përparësi. Përparësi nuk kanë të mjaftueshme, po për ato po mendoj që duhet me e marrë atë parasi. Me luftu, do më thonë për vendin ku që të cilën e meritojnë duhen me luftu. Sa ke qenë utaraki ti për këto përparësi që më i pas si grua? Shumë. Mas pari do më thonë baba më kam mbështet, edhe nana normal, do më thonë më kam mbështet, dhe më kanë thonë që vendin tonë duhesh vetë me e zonë, me luftu, mos me prit do më thonë, edhe kështu për aty ka fillu, për edukimit familjar. Një grua, ka pas përparësi te familja e vetë, më thonë, po te familja e burrit kërkon më shumë përparësi, pa që kërkon me pas më shumë. Atje nuk i ka dhënë ajo mundësi. Nëse në familje të familjen e saj origjinës, do më thonë nuk ka pas atë përparësi, që po e kërkon të burri, atëherë nuk po shohim këtu kurfar problemi. Pse jo, ajo gjithmonë duhet me e kërku. Ti tha që mbështetjen e ke gëzu, po përsej që dhe bashkëshortit e ke pas? Edhe mbështetjen e bashkëshortit e kam pas, po. Se kur kom shku te burri, do më thonë, s'kom shku te burri, po jam martu me burrin. Sa interesant që të Po, do më thonë nuk kom shku te burri, po jam martu me burrin, po jam martu. Atëherë unë e kom pas vendin tem edhe ai vendin e vet, kështu që secili do më thonë e kemi pas edhe ai ka përparësitë e veta, unë kam përparësitë e mia, kështu që po. Si duket ke luftu për këtë përparësi? Ndoshta që ashtu kom qenë edhe ndërtume edhe rritun, edhe kështu që po, ma merr mendja, po nuk kom lëshu pe. E vërtet është, pe nuk duhet me lëshu. Çka të bën si grua usarake të fortë? Të drejtat e mia mbojnë, do më thonë, drejtat e mia, vetdia, që ishte të mbojnë. Edukimi, po. Këtë po më një mesazh gjitha grave, gjitha vajzave, një grua si grua fuqishme që je, çau kush e thon për jetë që kam i shërby shumë? Një mesazh që kisha dhënë gjitha grave është ballin përpara, hecni edhe vendin e keni që aty ku e meritoni, kështu që mos u ndalni, hiç kurrë tjetër. Unë të uroj më të mirat në jetë nderuar. Kënaqësi shumë që u takom.